Fermerët, qytetarët dhe bizneset edhe këtë vit po përballen me dëme të konsiderueshme ekonomike për shkak të përmbytjeve të shkaktuara në disa bashki të vendit, si pasojë e motit të keq dhe rreshjeve intensive. Por sa i kushton Shqipërisë për të përballuar rrezikun që vjen nga përmbytjet dhe ndryshimet klimatike, nëse do të bënte investimet e nevojshme në këtë drejtim. Në vitin 2019, qeveria miratoi strategjinë kombëtare të ujitjes dhe kullimit 2019-2031 dhe planin e veprimit, e cila është ende aktive dhe kishte pikërisht në fokus marrjen e masave konkrete në këtë drejtim për të parandaluar përmbytjet, por me sa duket 7 vite më pas efektet kanë qenë minimale. Por sa do të kushtonte gjithë ndërhyrja e nevojshme për shmangjen e këtij fenomeni që sjell dëme të pallogaritshme çdo vit për familjet shqiptare dhe sa e përballon buxheti i shtetit. Sipas vlerësimit të bërë nga Ministria e Bujqësisë për një periudhë 10 deri në 13 vjeçare, ku llogaritja është bërë që nga viti 2019, kostoja totale për rehabilitimin e modernizimit të infrastrukturës së ujitjes, infrastrukturës së kullimit, digave të rezervuareve të ujitjes dhe objekteve të mbrojtjes nga përmbytja është rreth $717 milion. Nga ky total, $253.6 milion vlerësohet rehabilitimi dhe modernizimi i infrastrukturës së ujitjes për të mundësuar ujitjen në sipërfaqen potencialisht të ujitshme prej 360.000 hektar. $56.5 milion rikthimi i infrastrukturës së kullimit në parametra optimal në sipërfaqen potencialisht të kalueshme prej 280.000 hektar. $130.2 milion rehabilitimi i 410 digave ose 65% e numrit të përgjithshëm për rritjen e sigurisë së tyre dhe garantimin e burimeve ujore për skemat ekzistuese. $276.8 milion rritje e sigurisë së mbrojtjes nga përmbytja lumore dhe detare nëpërmjet rehabilitimit apo rikonstruksionit të argjinaturave ekzistuese dhe ndërtimit të strukturave të reja. Ndërkohë që duke zbritur investimet që janë bërë deri më tani, Shqipërisë ende i duhen afro $700 milion për të sistemuar këtë problematik. Shifër kjo e konfirmuar edhe nga Ministria e Bujqësisë në dhjetor të 2024-s. Kjo do të thotë se nëse do të mbulohej nga buxheti i shtetit, do duhej që të vendoseshin në dispozicion mesatarisht afro $115 milion në vit deri në 2031 me qëllim zgjidhjen e këtij problemi, ndërkohë që fondet vjetore të akorduara për këtë zë në buxhet mbulojnë vetëm 20% të nevojës për tu investuar, e cila fokusohet kryesisht në investime në argjinatura lumore, kanale kullimi dhe mirëmbajtje.